Banorët e 4 fshatrave në komunën Ostren të Bulqizës protestojnë kundër ndërtimit të një hidrocentrali që do përdor burimet ujore të zonës së tyre. Ata thonë se ky hidrocentral nxjerrë jashtë pune pompat e ujit për 4 fshatrat, merr ujin që përdoret për ujitjen e 150 hektar toke bujqësore dhe nxjerr jashtë pune 2 mullinj shumë të nevojshëm për banorët e zonës. Këta të fundit, kryesisht të moshuar, janë grumbulluar në qendër të fshatit Ostren i vogël për të shprehur kundërshtimin për këtë projekt. Ke nevojë fshati? Nuk e shet. Sa vit nuk e shet, s'kemi nevojë do ta shet. Ku të shkoj Kalamaja? Në Greci, s'ka Grecia, Maroj. Kemi tokën pa ujë, çfarë do hanë? Ha? Ujë që s'kemi nevojë për diçon të nana, s'kemi ujë, po. Bakti për lopët nana në do ujë, për robat. Shkom në zalë të mbushim ujë me gomari, me betonat. Ditë rrim këqesma pa ujë. Jena kontra, si fshat, për centralin, mos bëhet. Se ujtë është i nevojshëm për fshatin tonë edhe për tokën që i kena, si popull që për vaditje për çdo sent. Central kemi, nuk kemi nevojë për central. Centralin ta bëjnë atje ku kanë marrë firma, ta bëjnë këto tokat e veta poshtë. Ne kemi nevojë sot më shumë. Spitalin 1, mullit 2, pompa të dali ujti si për fshatit në Deri Sali Berisha e për ujtin e pishëm. Të sigurojmë për ujë. Përfaqësuesit e firmës ndërtuese të këtij heci, ankesave për heqjen e ujit, janë përgjigjur duke treguar dokumentat e koncesionit me firmën e kryeministrit. Nga gjithë qendrat janë aprovuar nga kryeministri Sali Berisha. Kemi filluar në vazhdim leje e ujit i bazenit i Shkodër. Që është lejuar. Dhe këtu shkruan të mos shënohet ujti i pishëm dhe ujti që përdoret për bujqësi. Centrali është koncesion shtetëror deri më 2041, afati i fundit. Centrali i shtetit nuk është limi centrali, është i shtetit përsëri. Kjo është hera e dytë që banorët protestojnë kundër këtij projekti. Ata thonë se ndërtimi i hidrocentralit shkatëron tërësisht mundësinë e tyre për jetesë, për shkak se u merr ujin që përdorin për vete, për gjën e gjallë dhe bujqësinë.